dhe tani thonë, do i rrisim pensionet çdo muaj nga kaq lek. Po problemet e pensionistëve nuk janë thjesht qindarkat, nuk janë ato lëmoshët që jepaj. Nëse njeri do sëmurë tashti, edhe pensionistët sëmundjen e kanë çdo ditë. Se mosha bët vetëm. U sëmura unë nesër më kërkoj të bëjnë analizat duan 200.000 lekë. Ku t'i gjejmë? Po këta thonë, ta shiko, nuk e shikojnë të vetja ka, po e shikojnë, ja, thot, kanë fëmijë, ju ndihmojnë fëmijët. Po qa fëmijë ndihmojnë? Ti vetëm me statistika zyrtare, nga djemtë shqiptarë në përbot, në përburgje, janë 384.000 veta. Pra 384.000 familje nuk i ndihmojnë këta. Pa llogaritur pastaj ata që flenë për ura, që punojnë në zezë, që fshihen, që bëj punë të thjeshta, të rastësishme. Çfarë do ndihmoj familjen e? Ai nuk di ku të fusi kokën. Prandaj ta justifikimit i kanë më djues, por ankesat, akuzat, ankesat dhe propozimit që kemi bërë ne nuk ulen dot të debatojnë me neve. Nuk ulen, sepse di që nuk kanë drejt. E din që ata veprojnë qëllimisht, sepse ndaj pensionistëve, të paktën atyre që kanë punuar para 90-s, këta kanë zbatuar krimin e gjenocidit. E kam thënë disa herë këtë punë, edhe nuk guxon Edi Rama ma kundërshtoj. Le të thonë, kush është genocidi? Le të më thrasin bëtojnë në studio televizive, t'ja përplasën në fytyrë. Po, genocid është, e përcakton konvenda OKB-s e vitit 1948. Përkeqësimi i jetesës, i jetës së një grupi të saktuar të shtresave shoqërore që rrezikon jetën e njeriut, është genocid, pra është vdekje. Me kaq pension sa japin ish kooperativistët paktën që janë shumica më e madhe, 50.000, 60.000, domthon 50 euro, 60 euro deri 100 euro, çfarë është kjo jetesë? A mund të jetojë njeri? A mund të bëjë një analizë? A mund të marrë mjekime se 20% përballon shteti? Pa ne më shtrimet spitale. Asgjë s'mund të ndodhi. Pra ky thotë vdisni. Automatikisht është. Ai indirekt e bën këtë. Prandaj hesht. S'kemi lek thot. Po ato milionat e miliardat që vjedhin ministrat dhe kryeministrat e zëvendësministrat e tjera, zëvendës kryeministrat, çfarë janë këto? Nuk janë pare.